Cili është objektivi kryesor i muajit të bekuar Ramazan? Përkujtimi i këtij objektivi dhe përsëritja e kësaj pyetje bën që ne në prag të Ramazanit ta ngrisim vetdijen tonë maksimalisht. Ky mik i jashtëzakonshëm, me plot dhurata që vije dhe me të cilat na nderon, ka një qëllim, ka një objektiv. Dhe ky është arritja e devotshmërisë. Vetë Allahu për këtë gjë na tregon në Kur'an duke thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju besimtar, u është bërë juve obligim agjërimi i Ramazanit, sikurse u është bërë obligim edhe popujve para jush. Vetë fakti që Allahu po na drejtohet me këtë qasje përkthjelëse, që buron nga dashuria dhe respekti që Zoti ka ndaj nesh, ndonë se jemi krijesat e Tij. O ju besimtar, tregon se Allahu i Madhërisëm dëshiron të krijojë një raport të veçantë mes Tij dhe nesh. Prandaj thot: o besimtarët e mi, u është bërë obligim juve agjërimi i Ramazanit, sikurse u është bërë obligim popujve para jush. Dhe kjo është nderim i jashtëzakonshëm. Vetë fakti që Allahu na ka obliguar agjërimin e Ramazanit, kjo do të thotë se na ka obliguar me diçka që është në dobinë tonë, me diçka që na nderon, me diçka që na jep mundësi përfitimi, dhe atë përfitim maksimal, sikurse ka ndodhur edhe me popujt para nesh. Mirë po, kush është objektivi kryesor? La'allakum tattaqun, që të jeni të devotshëm. Pra që të bëheni të devotshëm, që të arrini devotshmërinë, nga se devotshmëria është vetdia më e lartë e një besimtari dhe e një besimtare. Prandaj Aliu radhiyallahu anhu, kur e ka definuar devotshmërinë si koncept, ka thënë: devotshmëria është el khawfu min el jalil, frikë respekti ndaj të madhërishmit, ndaj Allahut, ndaj krijuesit. Sa më shumë që ne e kultivojmë frikë respekti ndaj Zotit, ndaj atij që na krijoi, ndaj atij që na nderoi, ndaj atij që na begaton vazhdimisht me mirësitë e Tij, aq më tepër do të bëhemi prej atyre të cilët janë të vetëdijshëm për të pranuar obligimet karshi Tij dhe për të shfrytzuar ato në maksimum, në mënyrë që kur të dalim para madhërisë së Tij, të dalim si fitimtar e faqebardh. Pastaj thot: është el amelu bit tenzil, është që të punosh me atë që Zoti ka zbritur nga shpallit e Tij. Për aq sa ne praktikojmë dhe aplikojmë në jetën tona nga ajo që Zoti ka zbritur, për aq edhe bëhemi të devotshëm. Pastaj thot: warida bil qalil, të kënaqesh me pak, kënaqësia me atë që Zoti të ka dhënë. Nuk ka ndjesi më të mirë për shpirtin dhe për zemrën se sa të jesh i kënaqur me atë që Zoti e ka caktuar për ty, nga pasuria, nga pamja, nga familja dhe nga çdo mirësi tjetër. Nga se Allahu i Madhërisëm, i gjithdijshëm i absolut, është ai i cili ka informacion për çdo përparësi dhe për çdo dobësi tonën. Prandaj ai na jep për asaj që ne kemi nevojë dhe nuk na jep për asaj që ne kërkojmë. Nga se ne nuk kemi të vetëdijshëm se çfarë na bën dëm dhe çfarë na bën dobi, por ai që më së miri e njeh realitetin tonë, edhe të brendshëm edhe të jashtëm, edhe të kaluarës edhe të së ardhmes, është Zoti i Madhërisëm, i gjithdijshëm i absolut. Dhe kë në fund thot: wal isti'dadu li yawmi ar-rahil, para përgatitja për ditën e udhëtimit të përhershëm. Pra për daljen para madhërisë së Allahut. Ai që i përmbush këto 4 komponente të devotshmërisë, e ka të pamundur që të mos e përjetojë Ramazanin. Dhe nuk ka mundësi më të mirë, më të frytshme, më të volitshme se sa përjetimi i Ramazanit. Pra kur neve na vije muaji i bekuar i Ramazanit, Allahu i plotfuqishëm na i hap dyert e mirësive të Tij. E para se gjithash na e lehtëson rrugtimin ton drejt madhërisë së Tij përmes shfrytëzimit të devotshmërisë, përmes arritjes së këtij objektivi madhështor, siç është ngritja e frikë respektit ndaj Zotit, pastaj kënaqësia me atë që Zoti ka dhënë, praktikimi dhe aplikimi i asaj që Zoti ka zbritur, dhe krejt në fund përgatitja për ditën e fundit, për llogaridhënie të lehtë dhe për shpëtim të përhershëm në xhenet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.